situate e cila ka çuar vendin në një krizë institucionale, politike, sociale dhe gjithanshme, dhe pse jo ekonomike, po shfaqet më së shumti dhe përgjatë këtyre ditëve dhe vetmja zgjidhje është zgjidhja politike, zgjedhje të lira ndershme me qeveri teknike. Pastaj ajo pjesa e ndryshimit të dinamikës së protestës, ajo përcaktohet nga vetë qytetarët si do e interpretojnë ata zemërimin, revoltën e tyre, atë gulçin që duan shprehin dhe drejtimin e këtij gulçi, po dihet që vendi kryesor është kryeministria, por që mund të ketë edhe lëvizje të tjera siç i kemi parë në dinamik, por jo në formën e atyre që ka ndodhur, apo të fjalimeve klasike, por në një themi dinamik të re, që do presim zbulohet. Pati një paralajmërim të paktën nga lideri i opozitës drejtuar edhe deputetëve për bllokimin e rrugëve, a do të jetë kjo një formë që pritet të ndodhë në protestën e sotme? Tani nuk po e zbuloj këtu sepse ka shumë mundësi dhe nuk mund të themi që është një skenar dhe ai ka një orientim nga njëshi deri në një pikë tjetër mbritje. Por përgjatë mënyrës si do jenë dinamikat, ne do përcaktojmë pastaj edhe mënyrat e shprehjes së kësaj revolte dhe mënyrat e shprehjes së kësaj proteste, me synimin që të jetë sa më efektive, sa më shprehse, me sinjale sa më të forta, jo thjesht brenda Shqipërisë, por edhe sinjale të forta ndërkombëtare. Zoti, po që kjo është protesta e gjatë që mbahet brenda aktiv vitit dhe shtata kombëtare nëse marrim në referencë edhe atë të dhjetorit. Çfarë efekti kanë pasur protestat e opozitës dhe mendoni se do të arrijnë në qëllimin e tyre final për largimin e qeverisë së Edi Ramës? Efekti është që ka prodhuar angazhim qytetar, ka prodhuar zbulim të vërtetës, ka hequr atë që ne themi shpesh frika e qytetarëve për të ardhur, dihet që pushteti ushtron shumë presion e bën këtë në forma të ndryshme dhe fakti që qytetarët vinë do thotë që kjo frikë është goditur dhe sigurisht që pasojën e kësaj goditje e merr vetë qeverisja. Efekti tjetër është efekti që sot opinioni ndërkombëtar ka kuptuar shumë mirë se me kë ka të bëjë me një kryeministër si Rama i zhytur në korrupsion dhe ai ka mbajtur qëndrimet e tij, ka reflektimet e tij që pa këto protesta nuk do kishin ndodhur. Sot kemi shprehur nëpërmjet protestave dhe një mbështetje për drejtsinë, pavarësisht mënyrës anemike me cilën ajo lëviz, këtu un kam kritikat e mia, por që qytetarët e kanë shprehur këtë mbështetje në formën dhe mënyrën si kanë protestuar dhe në datat dhe qëndrimet që kanë mbajtur, pra shpreh një mbështetje që drejtësia të vijojë punën e saj, mos tepet nga sulmet që i bën kryeministri, nga bllokimet që i krijon ai, por të avancojë, madje të thrasë para drejtësisë pikërisht kryeministrin, sepse ai është autori kryesor i korrupsionit. Zoti Boçi, duke marrë parasysh që protesta e fundit që u bë ishte pikërisht në kuvend, aty ku maxhoranca me fuqinë e kartonit vendosi të bëhet mburoje zëvendës kryeministres Belinda Balluku. A mendoni se paralelisht me protestat në rrugë duhet të kenë deputetët e opozitës edhe një betejë tjetër në kuvend, në parlament, aty ku po Parlamenti tashmë, ashtu sikurse ju e keni akuzuar, është bërë mburoje krimi? Po, është vërtet ju e dini tashmë qëndrimin e deputetëve të Partisë Demokratike i shprehur javë dhe kohë më përpara ku kanë treguar gatishmërinë për të realizuar akte dhe ekstreme brenda sallës parlamentit, ku vërtet vetëm parlament nuk ka dhe për më tepër imponohen vendime të tilla që shkojnë në kundërshtim me interesin qytetar, me interesin e demokracisë dhe pluralizmit dhe me atë çka duhet të jetë funksionaliteti i një shteti. Kjo gatishmëri nuk është zbehur, madje unë besoj që është rritur, por ai është një moment që pritet të ndodhë në një kohë më oportune, në një kohë më të përshtatshme kur gjithçka ka arritur, eskalimi ka arritur në atë pikë që kërkon dhe këtë akt të deputetëve të Partisë Demokratike. Në interpretim duket sikur është e vështirë, jo nuk është akti më i lehtë në fakt. Dhe nëse ky është çelësi, deputetët e Partisë Demokratike e bëjnë që nesër, por duhet patjetër që të kemi një rritje të frymës protestuese dhe të qytetarëve dhe të reagimit të faktorit ndërkombëtar dhe të veprimit drejtësisë dhe të gjitha fuzionohen dhe japin një rezultat real konkret ku dhe grupi parlamentar bën detyrën e tij dhe aktin
e tij jo thjesht simbolik, por një akt shumë i rëndësishëm dhe i fortë politik. Ju vetë zoti Boçi jeni për intensifikim, për shkallëzim apo qoftë edhe radikalizim të lëvizjes të protestave të opozitës? Unë jam për treja. Edhe sidomos për këtë fundit, sepse është një mal që zbzan za, nuk merr, s'do të marri sinjale, atëherë ky grushti që nuk dëgjohet, duhet forcohet, nuk duhet të jetë një grusht, nuk duhet të jenë mira, grushtet duhet të jenë qindra mira, grushtet duhet të jenë shumë protesta, shumë të radikalizuara dhe me akte dhe veprime të forta, sepse ai kryeministër nëse ka një gjë që trembet, domethënë për cilin e zet merri është pikërisht shkalla e këtij radikalizimi. Kur protestat janë qeta, i duket sikur ai po bën një lloj relaksi me veten e tij duke i parë ato, ndërsa sa herë i hidhet një molotov, ato rrajet e zemrës ti ikin ekstrem dhe frika e tij e ka plon nga koka deri ke këmbët. Dhe ne duhet vazhdojmë duke e mbërthyer në frikën e rënjes nga pushteti dhe frikën e dhënies llogari. Ajo ditë duhet afrohet pikërisht nga protestat dhe shkalla e radikalizimit tyre. Edhe një pyetje të fundit për ta mbyllur zoti Boçi, na ndal më pak se një orë nga protesta, keni një thirrje të fundit për ato qytetar, ju e përmendët pak më herët që është zbrar frika, për ato qytetar që ndoshta kanë frikë. Kanë frikë, u thash, e kanë larguar frikën, janë tek pjesa e kuriozitetit, kanë dëshirën ta shohin protestën nga televizioni dhe i ftoj të ngrihen nga reatia e shtëpisë, sepse kanë jo një arsye, jo 10 arsye, kanë shumë arsye për cilat duhet vinë në protestë dhe nga ata kërkohet vetëm pjesëmarrje, pjesën tjetër të aksionit radikalizimit let na e lën neve deputetëve të Partisë Demokratike. Faleminderit. Faleminderit ju. Atëherë Arnold, ishim me deputetin e Partisë Demokratike Luciano Boçi, i cili është bashkuar përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike në Selin në Blu, aty ku pritet të mbëri pas pak minutash edhe lideri i opozitës Sali Berisha, për të bërë më pas atë se çfarë është bërë tradicionalisht nga selia e Partisë Demokratike, marshimi i liderit të opozitës, përfaqësuesve të Partisë Demokratike së bashku edhe me qytetarë, simpatizantë dhe demokratëve drejt kryeministrisë, për të parë më pas se cila do të jetë forma dhe trajta që do të marrë protesta e sotme e 22 marsit. E qartë, Marsi, unë falenderoj, ndërkohë që